Çudit mjeku, ja kush duhet të pijë kafe dhe sa filxhan kafe duhet të pini sipas moshës. Kur vjen puna te përfitime shëndetësore, reputacioni i kafes vërtitet në ekstreme. Pirja e 2 deri në 5 filxhan kafe në ditë mund na mbrojë nga një sër problemesh, si ato të zemrës, diabetit dhe disa lloje të radikaleve të lira. Ama te disa njerëz e njëjta sasi ose edhe më pak mund të shkaktojë ankth, nervozizëm dhe pagjundësi. Një studim i publikuar në 23 korrik të vitit 2020 në New England Journal of Medicine sugjeron një qasje moderne ndaj kafes dhe mënyra më e mirë për të korrur përfitimet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bazuar në rishikimin e 95 studimeve, autorët e këtij raporti rekomandojnë kufizimin e konsumit të pijeve me përmbajtje kafeine deri në 400 mg në ditë. Kjo sasi është e barazvlefshme me 4 deri në 5 filxhan kafe në ditë. Ajo i ndihmon njerëzin të marrin përfitime më të mira të kafes dhe nga ana tjetër ka edhe elementë të tjerë të cilët ndikojnë në efektet anësore. Ekspertët thonë se njerëzit, të cilët vuajnë nga stresi, ankthi dhe pagjundësia, duhet të tregohen më të vëmendshëm ndaj konsumit të kafes. Ata duhet të jenë të vëmendshëm ndaj disa mënyrave, si dhe ndaj pirjes së kafes dhe ndikimin e saj në cilësinë e gjumit. Ky i fundit është thelbësor për mirëmbajtjen e stresit dhe të ankthit. Konsumi i tepërt i kafes mund të kthehet shumë shpejt në një cikël vicioz energjie, ankthi dhe pagjundësie, tensioni të lartë i gjakut. Sipas ekspertëve, një grua që peshon 80 kg nuk duhet të pijë më shumë se 250 mg kafeinë në ditë për një periudhë 24 orëshe. Ekspertët kanë përpiluar një listë praktike me dhuratat bujare të nënës natyrë të cilat kanë të njëjtat veçori si kafeja në aspektin e energjisë. Kafeja është një ndihmë shumë e mirë për trupin tuaj, por gjithmonë duke u konsumuar në vlerat e saj më të mira. Ja kush duhet i kushtojë më shumë vëmendje konsumit të kafes. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorëve duhet të jenë më të kujdesshëm ndaj kafes. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diarre, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjeve inflamatore të zorëve, shpjegon dietologja Angel Planels, duke shtuar se është e mençur të shmangni pirjen e kafes nëse vuani nga sindroma e zorës së irrituar. Nëse keni glaukoma, tregohuni gjithashtu shumë të vëmendshëm me pirjen e kafes. Presioni intraokular mund të rritet te personat që kanë glaukoma edhe kur konsumojnë kafe, nëse duhet besuar kërkimeve. Prandaj ekspertët këshillojnë që të reduktoni marrjen e kafeinës ose edhe ta shmangni, por mendoj se nevojitet gjithashtu të konsultoheni me ekspertin për të parë nëse kafeja mund të ndikojë në çështjen tuaj. Nëse keni një fshikëzë tepër aktive, tregohuni më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Të gjithë e dimë se është mirë të mos pini një filxhan të ndëj me kafe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni lehtë në tualet. Marrja e kafeinës vetëm mund të përshpejtojë punën e fshikëzës, prandaj do ju duhet të urinoni më shpesh, citon Hicknen, nutricioniste. Nëse nuk pini shpesh kafe, mund të jetë shumë më ndjeshme edhe ndaj kafeinës. Personat të cilët vuajnë nga sëmundjet e zemrës duhet të jenë të kujdesshëm me pirjen e kafes, duke qenë se kafeina mund të shkaktojë një rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtojë punën e zemrës. Është e rëndësishme që çdo person që ka probleme me zemrën të jetë i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa mund të pijë kafe gjatë ditës, citon McGrain. Femra shtatzana gjithashtu duhet të jenë të kujdesshme me pirjen e kafeinës. Shoqata Amerikane e Ginekologjistë këshillon që gra shtatzana të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë për të reduktuar rrezikun e abortit dhe lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e kaluar thotë se nuk ka sasi të sigurta të kafes për gra shtatzana dhe çdo grua shtatzan duhet të flasë me ginekologun e saj se sa kafe i lejohet të konsumojë në ditë. Nënat gjithëndëse gjithashtu duhet të jenë më strikte me konsumin e kafes. Duke qenë se kafeina është një stimulues dhe diuretik, është e mundur që një nënë që ushqen me gjitë të vuajë nga dehidratimi. Prandaj ekspertët këshillojnë që kafeina të shmanget në këtë fazë, ashtu edhe gjatë shtatzanisë. Por përveç këtyre rasteve, kafeja do të ofrojë vlera të larta për shëndetin tuaj. Duke konsumuar 1 deri në 3 filxhan kafe në bazë të vlerave tuaja shëndetësore, kafeja mund të sjellë një sër komponentësh pozitiv.
Përmbajtja kimike është e mirë, por gjithashtu lëndët ushqyese që përfshihen në kafen minimale në ditë ose atë pa e tepruar mund të jenë të larta. Sipas Healthyside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet që kafeja do të sjellë në konsumin e moderuar të saj. Kafeja do të ndihmojë gjithashtu trurin tuaj. Fal kafeinës mundet të përmirësoni funksionet tuaja njohëse. Prandaj do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo fal faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropinefrinën që përshpejtojnë funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe rritjen e energjisë, madje përmirëson edhe disponimin. Kafeja parandalon rënien njohëse. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonimin e efekteve të sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me të paktën 60%. Kafeja do të përmirësojë gjithashtu performancën tuaj fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjën e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është e pasur me antioksidant. Studimet, si ato të kryera nga CSIC, kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo ndihmon që të mbani shëndetin e mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave tuaja. Përveç kësaj, ato sigurojnë një mori të vitaminave dhe mineraleve që ju ndihmojnë gjithashtu të forconi shëndetin tuaj. Në fakt, mund të përmbajnë më shumë antioksidantë se disa fruta dhe perime të tjera. Kafeja mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të mëlçisë. Një tjetër studim nga Universiteti Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë rrezikun e cirozës në mëlçi me 25%, me 4 filxhan që mund të reduktojnë deri në 65%. Prandaj, ajo është e mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Kafeja mund të djegë edhe nivelin e lartë të yndyrnave. Nëse do të dinit, do të dëshironi të humbisni në peshë, duhet të dini se kafeja është një substancë natyrale që ka veti të djegë më lehtë yndyrnat. Fal një metabolizmi që përshpejtohet për të eliminuar gjithçka që ka mbetur, prandaj kombinimi i kafes me një dietë ekuilibruar ju ndihmon të qëndroni më në formë. Kafeja është një probiotik. Konsiderohet si një ushqim funksional ashtu siç ka efekte prebiotike, kështu mund të mbrojë shëndetin e zorëve. Kjo do të thotë, ushqen florën bakteriale të zorëve, stimulon sekretimet e stomakut, aktivizon prodhimin e tëndhit dhe kontrakton pshikëzën e tëndhit. Kjo e bën atë shumë trece nëse merret pas ngrënies. Kafeja ju ndihmon gjithashtu në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka edhe studime që përcaktojnë se kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës. Mund të duket se ka një lidhje të vogël, por ajo mund të ndihmojë edhe në zgjerimin e tubave bronkial për shkak të kafeinës dhe t'ju ndihmojë në këtë aspekt. Kafeja është një antidepresant natyral, gjithmonë nëse nuk e teproni dhe nuk e pini në orët e vona të natës. Kafeja mund të ndihmojë në problemet tuaja me depresionin nëse konsumohet në norma të vogla. Gjithashtu ajo mund të ndihmojë shëndetin e zemrës nëse e pini brenda sasive të lejuara. Kështu, kafeja e konsumuar në moderim mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur atak në zemër. Kjo për shkak se redukton kalciumin e pranishëm në arteriet koronare duke minimizuar shanset për të pasur një infarkt miokardi. Kafeja është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Kafeja është e mirë në përditshmëri, por qëndron edhe në doza më të mira nëse nuk e teproni. Sipas Healthyside dhe Healthline, kafeja mund të ndihmojë edhe në rritjen e performancës fizike dhe atletike, mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acide yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu përmirëson dukshëm performancën tuaj fizike. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.